Njihuni me pijen magjike që shëron në dhimbjet e shpinës, kockave dhe të gjurit. Dhimbjet e shpinës, këmbëve e të tjerë janë të tmerrshme dhe zakonisht janë pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar dhe stilit të pashëndetshëm të jetesës. Sidoqoftë, ndonjëherë ndjeni dhimbjen, mirëpo vazhdoni ta injoroni atë, sepse jeni shumë të zënë me punët tuaja. Dhe pasi që shkoni në shtëpi, dhimbja kthehet dhe nuk mund të kryeni as edhe një aktivitet fizik. Përgatitja për këtë recetë është se do t'ju duhet 150 gram gelatin, ujë të ftohtë. Futni 5 gram të gelatinës në gotë me ujë të ftohtë, përzieni atë dhe lëreni ashtu deri në mëngjes, por mos e fusni në frigorifer pasi gelatina mund të ngrijë. Këtë lëngë e përdorni çdo mëngjes në stomakun e zbrazët derisa ju të filloni të vëreni efektet e magjishme pas një jave.